Ndjekës Salma Kpres, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë agora. Kam shumë kënaqësi që këtë emision sonte ta ndaj me një zonjë e cila e ka shënjuar në fakt historinë e vendit nga i cili vjen. Është kënaqësi që të kem në studio kryetaren e komunës së Preshevës, Ardita Sinani. Mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni sonte në emision. Mirëmbrëma e dashur Fatjona, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të jem mysafire juaja. Pavarësisht rrugtimit nuk është afër Presheva me Tetovën, por me kënaqësinë më të madhe, me respektin ndaj teje personalisht, unë ju përgjigja ftesës. Unë jam shumë e lumtur që sonte të bëjmë një rrugtim jo vetëm në karrierën tuaj, por le të themi nëpërmjet jush edhe në historinë e qytetit edhe politikat aktuale që po zhvillohen atje. Ndodh nganjëherë që në jetë disa takime rastësore na shënjojnë dhe duket sikur e ndryshojnë kursin e jetës tonë. Mbasi ju përfunduat studimet e larta në Prishtinë për ekonomi, u rikthyet në Preshevë. Dhe ishte një takim rastësor me bashkëshorten e kryetarit të komunës aso kohe të Preshevës, që do bëj sebepi që ju të largoheshit nga auditorët e shkollës së mesme dhe të bëshit pjesë e kabinetit të kryetarit. A mund ta shënojmë këtë si momentin e parë të rrugtimit tuaj zyrtarisht politik? Është fakt, është e vërtet, sepse gjatë periudhës pasi ishim fejuar gjatë kohës sa isha dhe unë në studime dhe njohjes time me burrin, kishim pas oferta të shumta për të avancuar, oferta pune realisht në Prishtinë, por që të dy kemi zgjedhur të jetojmë, të veprojmë dhe të kontribuojmë në komunën tonë, aty ku jemi lindur dhe ku jemi rritur, të jemi pranë familjeve tona. Nuk jemi pishman, nuk kemi penduar për atë vendim të cilin e kemi marrë, dhe momenti i tillë, raportet njerëzore për mua janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme, duhet të ruhen, duhet të kultivohen, kudo që vepron, kudo që jeton, pavarësisht arritjeve profesionale apo kudo që të sfidon jeta, ato duhet të ruhen. Dhe ja edhe ky momenti të cilin ti e cike është fakt dhe jam falënderuese mirënjohëse, realisht njëkohësisht edhe krenare, por edhe nderuar që isha e përzgjedhur të merrja pjesë në stafin e kryetarin e kabinetit të kryetarit atëhershëm, zotërit Riza Halimi, sepse ishte një staf shumë i ngushtë, vetëm shefi i kabinetit, asistenti dhaj dhe unë të isha pjesë e po atij kabineti dhe ti shërbej qytetarëve të komunës sime është kënaqësia më e madhe. A ishte një gjë që ju e donit, pra që të ishit pjesë e administratës, apo ishte një zgjidhje që kur bët një logjik të thjesht, thatë më mirë, po hy në komunë se sa të shkoj deri në Bujanovc çdo ditë për të bënë mësim? Apo ishte një gjë që vërtet ju e donit? Udhëtimi normal që ishte më e vështirë, por unë dua punën dhe çfarë do pune që më ofrohet e bëj me një përkushtim dhe dashuri shumë të madhe. Ka veçoritë, cilësitë e veta, qoftë si mdhënja, qoftë të shërbesh në sferën publike, politike, të shërbesh qytetarëve, të dyjat, po të dyjat janë për të shërbyer të tjerëve, qoftë në arsim për të edukuar breza të tërë, për të përçuar mesazhe, sepse realisht edhe jemi ndoshta edhe model frymëzimi për gjenerata të tjera për pas procesit arsimor, ne e kemi obligim edhe atë procesin edukativ. Fatmirësisht komuna Preshevës ka një rini shumë të shëndosh, se kemi aset dhe të edukosh brezat e tillë ose të punosh në institucionin që mund të them lirisht akademia është gjimnazi për komunën e Preshevës, por edhe të kontribosh në sferën politike e publike, të shërbesh, edhe ajo i ka veçantitë e veta, e ka dhe është më e vështirë, është jashtëzakonisht shumë e vështirë aspekti politik, por dikush duhet ta bëj, rrethanat ishin të tilla që unë duhet ta bëja dhe ta bëj ende, dhe ndoshta edhe për një periudhë, nuk i di deri kur, duhet me mençuri të di se kur duhet të tërhiqem, por po e shoh se ka nevojë edhe duhet edhe ca kohë të shërbej qytetarëve të mi dhe të jem aktive. Proaktive në jetën publike dhe politike. Sa sfiduese është të jesh grua në politik, aq më tepër në politik në Serbi? Përfaqësuese komunitetit shqiptar, po në kontekst shteti në Serbi.
Realisht në raport me gjinin e kundërt, unë ndjehem e barabartë. Asnjëherë Unë nuk besoj se ndjeni e barabartë, se në sfida keni qenë gjithmonë me burra dhe i keni fituar. Kështu që në këtë kontekst si bie që nuk është se jeni e barabartë, po jeni superiore. Faleminderit. Po këtë dashta ta them se të gjitha sfidat me burra i keni pas. Asnjëherë s'jam ndjerë inferiore. Përkundrazi, çfarë kanë më shumë ata se ne. Jam nisur nga ai parim. Por në momentin që më kanë votuar edhe burrat, më kanë përkrahur edhe burrat, do me thënë edhe këtu ku jam falë një partneriteti ndaj gjithë dhe falenderuese ndaj gjithë atyre që kanë kontribuar të jem unë këtu, do me thënë pa dallim moshe, pa dallim gjinie, unë jam këtu dhe Presheva ka treguar emancipim dhe është modeli emancipimit jo vetëm me përgjigjen time, sepse po është edhe hera e tretë që jam unë kryetare e komunës së Preshevës, por realisht unë kam marrë pjesë, kam qenë edhe këshilltare ose asambleiste në kuvendin komunal, kam qenë kryetare e kuvendit për herë të parë, kam qenë edhe këshilltare në Këshillin Kombëtar Shqiptar. Për herë të parë kam qenë edhe bartës e listës për zgjedhje parlamentare në Serbi, që ende sot asnjë femër, asnjë grua serbe nuk ka qenë bartës e listës. Do me thënë, të jesh bartës e listës dhe të jesh shqiptare, normal që kam thyer tabu të shumta. Kjo është nga ato gjërat që unë thash në fillim, që e keni shënjuar historinë e vendit nga ku vini, sepse të gjithë projektorët e mediave kombëtare, të hapësirave shqiptare, po edhe atyre ndërkombëtare, në fakt bën goxha lajme në zgjedhjet e 2016 në Serbi, ku për herë të parë një grua kryesonte listën. Dhe kur jemi tek emancipimi, kjo tregon që ata shqiptarët që përkufizohen me të gjitha terminologjitë më negative të mundshme, sidomos në Serbi, sidomos nga kryetaria e kuvendit të tashëm që ka qenë kryeministër nga Ana Brnabić, që na ka cilësuar me besht. Do të thënë terminologji që na barazojnë me gjallësa të tjera, e megjithatë në këtë shoqërinë me evolimin e palës tjetër, është një shqiptare që kryeson listën dhe në fakt me numër votash me sa di unë ju fituat, megjithatë ju tërhoqet dhe vazhduat, po edhe në komunën e Preshevës, ju një grua e parë që e udhëhiqni. Është e vërtetë dhe të udhëheqësh me komunën e Preshevës nuk është e ngjajshme, nuk është e lehtë, qoftë edhe burr po të jetë ai. Si në të udhëheqësh me ndonjë komunë në Maqedoni të Veriut, apo në Kosovë, apo në Shqipëri, e sidomos shtypja normal që është e dyfisht. Shtypje e tash përpos probleme socioekonomike që i ke të përditshme, duhesh të përballesh edhe me shtypjen shtetërore, me diskriminimin e vazhdueshëm i cili na bëhet. Prandaj nuk është e lehtë, shumë sfiduese, por unë nuk dua shumë ta ankohem dhe të kaloj në defetizëm, por gjithmonë gjej mekanizma, gjej zgjidhje. Si përjetojnë kolegët tuaj të palës tjetër, kur duhet të përballen me një grua që në shumë raste, me çfarë kam vënë re unë, nuk i mungon fare as trimëria, as zotësia për t'ju treguar se ku e kanë ulsen dhe kur duhet të ngrihen apo të ulen. Në kontekst të së drejtës gjithmonë. Nëse ke në aspekt të gjinisë. Jo në aspekt të gjinisë, se kam në aspektin e palës tjetër të nacionalitetit. Tek nacionaliteti, normal që i vjen befasi dhe t'ja thuash, të jesh realisht në gojë të ujkut dhe t'ja pranosh, t'ja thuash realitetin në sy, nuk është e lehtë, nuk e bën askush, ndoshta edhe nuk e kam bërë, ose e kam bërë të paktën pak persona ose pak burra, dhe t'ja thuash, t'ja thot një grua shqiptare, normal që është e papranueshme për ta, por me punë, siç e the edhe më herët edhe para se të fillojmë, ne me punë dhe me angazhim, me një përkushtim serioz, angazhimin maksimal, ne duhet të punojmë për veten, për fëmijët tanë, për të ardhmen tonë edhe për kombin shqiptar. Vetëm me punë ne kundërshtarët, të mos flasim tani, të mos thirremi si në shenjë nacionalizmi, po shqiptarët nuk janë të tillë. Do të thënë, anën tjetër e tregojnë pala tjetër, nuk e kemi treguar ne asnjëherë, ata e kanë treguar, dhe me punë, me përkushtim dhe me argumente, normal që edhe jam vullgojën. Cilat janë sfidat kryesore
tani po kalojmë tek pjesa e politikës. Cilat janë sfidat kryesore me të cilat përballen bashkitë, komunat shqiptare në atë pjesë? Komuna Preshevës është njëra ndër komunat më të pazhvilluara në Serbi. Është në ato komunat e devastuara, ashtu quhet. Përpos mungojnë investimet, qoftë nga niveli shtetëror, qoftë edhe pas vitit 2005 dhe sidomos pas konfliktit armatosur të QMB-s, atëherë ishte prezent deri në 2005 faktori ndërkombëtar në masë të madhe në lugin të Preshevës dhe pasaj kësaj periudhe janë tërhequr. Edhe ata, domethënë, ose simbolikisht ose nuk ka fare investime dhe nga faktori ndërkombëtar. Realisht Komuna Preshevës e ka një buxhet prej 7 milion euro, maksimumi deri në 8 milion euro mund të arrijë, ose realizimi i fundit të cilin e kam pasur ishte domethënë vitin të cilin e lam, më i madh në krahasim me të gjitha këto periudhe tjera nga ish kryetari i mëparshëm i komunës, realizova buxhetin me 9 milion euro, ku arrita të siguroj hyra më të mëdha, hyra nga Republika e Kosovës apo donacione nga Republika e Shqipërisë, të hyra nga një donacion i Bankës Botërore dhe Shtetit të Francës për rregullimin e një parku dhe normal kur të sigurosh hyra dhe realizimit të dalurat i barazon. Dhe por nga shteti i Serbisë realisht ka centralizuar dhe e vetmja komuna e Preshevës është jashtë ndikimit të SNS-it. Po komuna tjera, pavarësisht transferit të rregullt i cili është i centralizuar nga niveli qendror, që nuk është rritur për vite të tëra për komunën e Preshevës, pavarësisht edhe me regjistrimin e fundit të popullsisë që kemi dalë numër më të madh dhe që është dashur me automatizëm të na rritet transferi, se ka kritere dhe rreth shpërndarjes së transferit të rregullt, ato nuk janë marrë për bazë, nuk janë marrë parasysh, edhe pse nuk janë rritur, por edhe komunave tjera, nëse nuk janë rritur, por komuna tjera realisht investojnë ose përkrajnë përmes ministrive përkatëse të linjave. Ndërsa ne, kur të konkurrojmë në cilën do ministri, realisht diskriminohemi, refuzohemi jo me fajin ton, asnjëherë nuk gjejnë gabime në projekt dokumentacione teknike të cilat ne i dorëzojmë, po vetëm nuk përkrajmë ose nëse përkrajmë simbolikisht. Po realisht edhe brenda vetë pakicave në Serbi, si që jemi pakica e tretë më e madhe nga 22 pakica tjera, ne jemi më të diskriminuar. Kemi pas një rast, për shembull, komunë e pakicës bosnjake është Tutini, komunë e pakicës shqiptare është Presheva, me një projekt të ngjashëm kemi konkuruar të dy komunat, ne jemi përkrahur me 10.000 euro, ndërsa ata me 100.000 euro. Domethënë edhe brenda vetë pakicave ka diskriminim. E kemi trupin koordinues i cili i ka zvogëluar mjetet, të cilat kanë shkuar më përpara deri para sa viteve deri në 1 milion euro për investime infrastrukturore, tani ato kanë rrë deri në 600.000 euro. Por biznesi jon vendor, i cili fatmirësisht përkrahet realisht ose mbijeton vetëm fal remitencave të diasporës, nuk përkrahet asnjëherë nga niveli qendror, nga shteti, nga Beogradi zyrtar. Por edhe tërheqja e investitorëve të huaj, sado, domethënë këtë aspektin ekonomik po përshkruaj pastaj po dalte diskriminimi në të drejta, edhe po të vinë investitorët e huaj, sidomos turq kanë qenë të interesuar, sepse komuna e Preshevës, siç e dini, ka pozitën gjeostrategjike, ka koridorin 10, ka hekurudhën që lidhet prej Selanikut, domethënë vijë hekurudhore Selanik-Paris, kemi pikën kufitare me Maqedoninë e Veriut, me Kosovën, Bugarin, domethënë pikat e aeroportit 4, jemi në qendër të 4 aeroporteve kryesore të Nishit, Sofjes, Shkupit dhe të Prishtinës. Pozita më gjeostrategjike, gjë që unë shpesh i them edhe ndërkombëtarëve, porta e Evropës për Evropë është Presheva. Është e padiskutueshme dhe ka interesim të madh nga investitorët e huaj të vinë të hapin veprimtaritë e tyre ose reparte degët e veta të prodhimit ose të linjave të ndryshme, por nuk po përkrahen nga qeveria ose Beogradi zyrtar. Kemi pas rasti me një turk për hape një reparti për prodhimin e pantollonave farmerkave, shteti i Beogradit, qeveria atëhershme, duke qenë kryetari i qeverisë Ana Brnabić, e kanë obligu investitorin të shkojnë në Vladiçki Han
dhe nuk e kanë subvencionu po të vinte në Preshevë. Po të shkojnë në Vlladiçkihan e kanë subvencionu me 5.000 euro për hapje një vendi punës, ndërsa po të vinte në Preshevë nuk e subvenciononin fare dhe investitori turk u detyru të shkojnë në një qytet mbi 50 km larg komunës së Preshevës. Unë po ju ndiqja me shumë vëmendje dhe në pjesën e fjalës tuaj fjalë të tipit diskriminim, qofshin këto në të drejta, qofshin këto në diskriminim ekonomik, u përmend konflikti, u përmendën ndërkombëtarët. Marrëveshja e Konçulit ishte ajo që i dha fund konfliktit në atë pjesë. Ndërkombëtarët ishin garantët që kjo marrëveshje do të zbatohej. Mbas disa vitesh kjo marrëveshje me Stadion pati dhe një rishikim të dytë, sepse realisht nuk po zbatohej. Sot në këtë diferencë kohore diku te 25 vite plus minus, ka më vlerë marrëveshja e Konçulit, ka ngel diçka nga ajo që do t'i garantonte të drejtat e shqiptarëve në Serbi? Pozita e shqiptarëve të lukinës së Preshevës është më e vështirë dhe më e keqe, më e rënduar se në vitet e 90-ta në kohën e Miloševićit apo dhe në vitet e 70-ta. Do të thonë këtë e them me argumente, e them me plot bindje, sepse ashtu është, jemi më të vërtet në pozitë më të vështirë, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në realizimin e të drejtave. Beogradi zyrtar ka bllokuar marrëveshjet e nënshkruara apo dhe të aprovuara në qeveri me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar dhe nuk i ka implementuar. Dhe gjendja jo vetëm që është rënduar, po është përkeqësuar pavarësisht përpjekjeve tona të vazhdueshme. Dhe ekzistojnë 3 marrëveshje, ekzistojnë marrëveshja e Konçulit e 2001-shës, e rikonstruimit të trupit koordinues 2009 dhe plani 7 pikësh i vitit 2013. Do me thënë, gjendja, jo që është përmirësuar, po përkundrazi është përkeqësuar. Do me thënë, kemi një përkeqësim të gjendjes, kemi shkallë masive të shpërnguljes së shqiptarëve trinjve tanë, sidomos, një diskriminim sistematik dhe realisht mund të them Serbia është duke përdorur spastrimin etnik në heshtje. Kur po them që nga vitet e 90-ta, një numër i madh i trinjve tanë që është shpërngulur në periudhën, do të thënë gjatë asaj periudhe të viteve 90-ta, janë shpërngulur për shkak të mosnjohjes së diplomave, ku Beogradi atëhershëm, periudhë ose regjimi atëhershëm nuk i ka njohur diplomat e Kosovës dhe nuk i ka integruar në institucione publike dhe shtetërore dhe as lokale, realisht as lokale, se nuk i ka njohur diplomat dhe ata të rinj janë detyruar të shpërngulen në diasporë dhe që tani kemi gjeneratën e dytë ose tretë që gjenden atje, por njëra arsye ka qenë edhe shërbimi detyrueshëm ushtarak dhe të rinj të atëhershëm të asaj kohë një familje për të ikur normal janë detyruar të largojnë fëmijët e tyre në Evropë, e cila po pritet që tani Serbia ta fus prap në parlament shërbimin e detyrueshëm ushtarak, ka aprovuar në qeveri në kuvend ende se ka miratuar. Dhe ne jemi duke ndërkombëtarizuar jo vetëm këtë, po edhe çështjen e pasivizimit apo mosnjohjes diplomave. Dhe trinjt tanë, domethënë nëse njohja e diplomave është njohur vetëm prej periudhës 2003 deri në 2008. Dhe prap, domethënë vetëm gjatë kësaj periudhe, për sa vite, 2003-2008 për 5 vite, përpara në vitet e 90-ta nuk janë njohur diplomat, por edhe pas shpalljes pavarësisë Republikës Kosovës prej 2008-s nuk njihen diplomat. Por kjo që është edhe më e keqe, se edhe po të diplomohen në universitetet e Shqipërisë apo të Maqedonisë Veriut, prap procedurat e nostrifikimit janë aq burokratike sa që hapen e mbyllet konkurset dhe nuk i nostrifikojnë. Por edhe po t'i nostrifikojnë, nuk integrojnë institucione shtetërore. Dhe pjesë e gjithë këtyre marrëveshjeve janë të gjitha këto që po i përmendim, është edhe integrimi në institucione shtetërore dhe publike dhe këtu diskriminimi është shumë i madh. Trinjt tanë nuk punsohen në polici, nga 22, domethënë të pranuar me konkursin e fundit në policinë lokale vetëm në komunën e Preshevës, nuk është pranuar asnjë shqiptar, qoftë në pika kufitare, qoftë në dogan, qoftë në pikpagesën në autostradë, nga 39 të punësuar, vetëm 3 janë punësuar nga Presheva dhe të 3 sërb dhe 3 shqiptar, të tjerë vinë nga kilometra larg Preshevës, nga 100 kilometra qytete tjera siç është Nishi, Leskovci, Surdulisa e tjerë, qoftë në gjykat, qoftë në spitalin e Vrajës, që kemi 45 kilometra, por mbi 45% të pacientëve janë shqiptar
Dhe kohëve të fundit para 2 viteve me insistimin ish ambasadorit janë janë pranuar vetëm 2 punonjëse, por nga mira punonjës në Spitalin e Vrajës, dhe mbi 45% janë shqiptar, nuk ka të punësuar shqiptar. Po kjo ndodh edhe në shërbimet e të hyrave publike ose të katastrit, e çdo shërbim tjetër institucion, e mos të flasim në nivel republikan në Beograd. Duket sikur historia e asaj pjese shqiptare në Serbi e përsërit veten në dekada. Në vitet 70 që i përmendët ju, ka ekzistuar në ish Jugosllavi një lloj spastrimi inteligjent nga sistemi i kohës, duke jo u hapur shqiptarëve derën për të dalë në perëndim. Ishte një formë se sigurisht që do dilnin meshkujt në perëndim, do vinte ulje natalitetit e tjerë. Pra, qëllimi ishte ky, sepse historia shkoi ashtu siç shkoi, apo aksesimi i shqiptarëve në zonat bregdetare të Kroacisë për të ngritur ato bizneset e tyre të vogla, le të themi. Duket sikur e njëjta metodë, po kaq diplomatike, e këtij lloji spastrimi po ndodh edhe sot me pasivizimin e adresave. A është ky një shqetësim ndoshta ndër më të mëdhenjt, sepse këtu mund të shkojmë edhe në rrezikimin e indit kombëtar, duke bërë që një pjesë e mirë të çregjistrohen nga regjistrat? Përpjekjet e tona politike janë në ruajtjen e substancës kombëtare, sepse ajo po rrezikohet. Dhe ky është shqetësimi jon shumë i madh. Po para se të vinte pasivizimi, të fëmijët tanë mësojnë pa tekste shkollor në shkollat e mesme. Kjo është të mjerueshme, domethënë nuk e ka asnjë pakicë, jo vetëm në Ballkan, po as në Evropë, as në botë nuk i ka të drejtat e shkelura siç ka pakica shqiptare në Serbi. Në shkollat fillore, edhe pas insistimit gjatë vizitës kryeministit Rama që ishte në Nish, Beograd e pastaj në Nish, dhe që sollëm bashkarisht sollëm edhe me Këshillin Kombëtar atëherë, librat për nivelin, domethënë prej klasës parë deri në klasën e 8, por aty ku duhet mësohet për kulturën, identitetin kombëtar, ato nuk janë lejuar ende që nga ajo kohë. Historia, pra, edhe brenda këtyre librave ka libra që nuk lejohen. Nuk lejon. Historia, gjeografia, kultura muzikore, arti figurativ, aty ku duhet mësohet për identitetin dhe kulturën kombëtare. Lejohet veç matematika? Lejohen këto lëndë shkencore. Edhe realisht ato që bëjnë diferencë mes shoqërive. Edhe abetare, fëmijët tanë mësojnë me të njëjtën abetare që mësojnë nxënësit në Shqipëri, në Kosovë dhe në Lugin të Preshevës, domethënë me të njëjtën abetare, por këtu ku duhet mësohet për identitetin, kulturën shqiptare, ato nuk janë të lejuara, edhe në shkollat mesme nuk i kanë të lejuara. Neve na mohohet edhe të përdorim flamurin kombëtar. Në festat e nëntorit ose për dasma ne vendosim, por pasojnë dënimet. Do me thënë, asnjë pakice tjetër dhe askund në botë nuk i mohohet përdorimi i simbolit kombëtar. Do me thënë, kjo është e patolerueshme. Zonja Sinani, e përmendët edhe te tek pasivizimi, e pasoj që thash edhe shërbimi detyrueshëm ushtarak, që është një sfidë në vetë që po na pret. Tek pasivizimi është shumë selektiv për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Ka filluar në masë të madhe në komunën e Medvegjës. Diku mbi 4.000 shqiptarë të komunës së Medvegjës janë të fshirë nga regjistra civil. Ata nuk kanë të drejtë të marrin dokumentet e tyre, por nuk kanë të drejtë edhe të vote. Do më thënë, as të drejtë vote nuk kanë. Pastaj filluan në malsinë e Bujanocës. Ambasadori jam bratu në periudhën se ishte ambasadori i OSBE-s, e sensibilizoi dhe në një periudhë pak një vit, ndoshta një vit e ca, Serbia filloi sikur të stopoj, të stagnoj atë periudhën e pasivizimit, dhe pas shkuarjes së tij, nuk po e ndërlidhi me të që ai ishte shkaktari kryesor, po e ndërlidhi me periudhën të cilën ishte dhe ai. Tani ka filluar në masë të madhe edhe në malsinë ose Karadakun e Preshevës, në malsinë e komunës së Preshevës, siç e thash, në malsinë e komunës së Bujanocës, po tani ka filluar edhe në Rafsh, domethënë në qytet dhe në fshatra që janë në afër, domethënë në Rafsh, jo në zonat malore, po në zonat e Rafshit.
Kjo po rrezikon ruajtjen e substancës kombëtare, siç e thash është pastrim etnik në heshtje. Ne kemi një numër shumë të madh konsiderueshëm, siç e thash, në diasporë, por kemi edhe në Kosovë, në Shqipëri apo edhe në Shkup. Gjithsesi më tepër ndoshta edhe kemi në Shkup, në Maqedoni të Veriut, sepse ata janë detyruar, jo nga dëshira, nga vullneti, por janë detyruar se nëse nuk ka mund ta krijojë një iri, një vend pune, të krijohet një hapësirë, një vend pune të kontribuojë në vendin e vet, si ju ka njohur diploma, nuk ju ka dhënë mundësia të integrohet edhe atyre me shkollë të mesme, se jo vetëm këta me fakultet nuk janë punësuar, ata janë detyruar për çështje edhe ekonomike të largohen prej vendit të vet. Dhe tani ata që jetojnë atje e kanë të vështirë të vinë të rrinë se gjatë periudhës që po fillojnë, që kanë filluar pasivizimin, është nuk aksesohen më në asgjë. Nuk aksesohen në asgjë, por policia, Ministria e Punëve të Brendshme i përdor disa mekanizma që duhet brenda 3 muajve të qëndrosh pa lëvizur në shtëpi. Dhe këta që janë në diasporë, të lënë familjet e veta, nuk e kanë mundësinë, nuk e kanë mundësinë që 3 muaj të rrinë aty dhe të rregullojnë dokumentacionet. Dhe për këtë arsye të gjithë ata qoftë në diasporë, qoftë në tash edhe presioni është duke u shtuar edhe këtyre që po jetojnë në Republikën e Kosovës, në mas madhe bile dhe kontrollet e vazhdueshme i bëhen a janë në shtëpi apo nuk janë në shtëpi, me qëllimin e vetëm që të shlyejnë sa më shumë shqiptar nga të gjendet një arsye zyrtare për t'i hequr nga aty. E përmendët Shqipërinë, e përmendët Kosovën. Nëse flasim për Shqipërinë, në pikat e para të Kushtetutës së Shqipërisë është edhe një detyrim kushtetues i shtetit shqiptar për të mbrojtur të drejtat e shqiptarëve jashtë kufive zyrtar. Nga ana tjetër, ju jeni dhe këshilltare e Zotit Kurti. Kosova dhe Shqipëria, a e luajnë rolin e tyre, detyrimin e tyre në fund të ditës ndaj shqiptarëve të Preshevës? Është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme për të vlerësuar kontributi dhe angazhimi i Qeverisë Republikës Kosovës në udhëheqjen e krye me kryeministrin Zotrin Kurti. Për herë të parë është institucionalizuar linja buxhetore për luginë e Preshevës. Ka filluar me 2 milion dhe ka vazhduar, domethënë viti i fundit është 4 milion euro. Për te simbolikës së mjeteve financiare, qasja, institucionalizimi ka ka rëndësi. Dhe shpërfaqja e asimetrisë në të drejta dhe të ngritet në instanca më të larta, të ndërkombëtarizohet pozita e shqiptarëve të luginës së Preshevës është shumë e rëndësishme, është nevojë, është jetike e momentit, gjë që unë falenderoj kryeministrin, por edhe tërë ekipin e tij që kanë pas mundësi ta sensibilizojnë në çdo instancë më të lartë ndërkombëtare dhe ta shpërfaqin këtë asimetri në të drejta. Serbia kërkon standarde të dyfishta për pakicën serbe në Kosovë që ka të drejtat të garantuara më shumë se çdo pakicë tjetër në botë, ndërsa shtyp pakicën shqiptare në Serbi. Domethënë nuk përputhet askund, nuk ka simetri dhe kjo arritje e shpërfaqjes së kësaj asimetrie normal që duhet të respektohet, duhet të ndërkombëtarizohet. Presion nga qeveritë është duke bërë mjaftueshëm dhe me vetë lobimin, mundësinë tonë për të lobuar dhe memorandumi i arritur mes Qeverisë Republikës Kosovës dhe Këshillit Kombëtar Shqiptar, përmes të cilit ne kemi pas mundësi të lobojmë edhe vetë personalisht përfaqësuesit politik të luginës së Preshevës në Senat, në Kongres, në State Departament, në Këshillin e Evropës, në Parlamentin e Evropës, në Bundestag, kjo e ka peshën dhe simbolikën e vet dhe kanë filluar edhe të shihen rezultatet konkrete. Ne fakt nuk kemi dashur të jemi t'i pengojmë në proceset e shndërtimit të Republikës Kosovës. Nuk kemi dashur të jemi pengese raporteve ose procesit të Vjenës ose të Rambouillet's, sepse kemi dashur që njëherë të konsolidohet Republika Kosovës si shtet, të forcohet si shtet, po ashtu edhe kur kemi një Shqipëri të fortë, të fuqishme, me ndikim në Ballkan e në rajon edhe në botë, po të kemi edhe një Kosovë po ashtu, po të kemi me ndikim dhe të fuqishëm shqiptarët e Maqedonisë Veriut që janë pjesë e qeverisë ose shtet ndërtimit të Maqedonisë së Veriut,
atëherë normal që edhe pozita jonë do të jetë më e mirë. Raportet e fëqinësisë mirë mes Shqipërisë dhe Serbisë normal të duhet të përkthehen në realizimin e të drejtave tona, në insistimin, por nuk është gjithçka që shihet nëpër media, se kritikat vijnë që edhe Shqipëria nuk po bën asgjë sa i për luginë e Preshevës, por sa i përket avancimit ose sensibilizimit, ndërkombëtarizimit të pozitës së shqiptarëve në luginës Preshevës ka bërë mjaftueshëm, po bën politikë shtetërore dhe përmes ambasadorëve që kanë në këto instancat më të larta ndërkombëtare. E sa i përket financimit ose vizë institucionale, normal është mirë të mirën modelet e qeverisë Republikës Kosovës, por nuk është që nuk kemi pasur asnjëherë edhe përkrahje edhe nga qeveria e Shqipërisë. Unë prej kur kam marrë detyrën, është organizuar me përkrahje të Ministrisë Kulturës, qeverisë Republikës Shqipërisë, panajiri i librit shqip për herë të parë në komunën e Preshevës, të cilin e morën modele dhe bashki tjera dhe komuna tjera në rajon, sepse zakonisht panajiret janë organizuar Tiranë, Prishtinë, Shkup dhe jo nëpër qytete tjera. Dhe ishte në të njëjtën kohë organizuar një spektakël të madh, spektaklin e Shën Terezës, ku prezent ishin në krahasim me organizimin që ka pas ky spektakël në qytete tjera, në komunën të Preshevës ka qenë spektri politik i të rajonit, ishte një prindim, më thoshte Lidi dytë Prizrenit organizove, sepse ishin figurat të rëndësishme, ishte tërë qeveria, përfaqësues nga qeveria e Republikës Kosovës, qeveria e Shqipërisë, kryetarët e bashkive nga veriu në jug ose lindja perëndim, të gjithë pa dallim, nga Mali i Zi dhe nga Maqedonia e Veriut, domethënë e tërë, jo vetëm kryetarët e komuneve, por edhe ishte niveli qendror që janë në vendimarrje, shqiptarët në vendimarrje në Maqedoni të Veriut. Kryesisht ishte edhe prezent edhe Ministri i Kulturës, i deleguar ekskluzivisht nga kryeministri Rama, i cili pa të konfirmuar pjesëmarrjen, po i doli udhëtimi në Francë dhe delegoi jo vetëm si ministër, po e delegoi si person i deleguar nga të përfaqësoj kryeministrin Rama në atë aktivitet. Domethënë janë shumë të rëndësishme bashkëpunimet, koordinimi. Ne nuk e kemi luftën, normal ne zgjedhim bashkëpunim institucional dhe asnjëherë nuk duhet dhe nuk e kemi luftën me Shqipërinë, Kosovën ose me shqiptarët e Maqedonisë Veriut. Ne kemi një betejë, një luftë me shtypjen se që po na bëhet nga Beogradi zyrtar. Dhe koordinimet, bashkëpunimi me këto 3 shtete është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, e sidomos në situatën delikate dhe rrethanat aktuale gjeopolitike në të cilat gjendemi. Kjo është fotografia e madhe e politikës shqiptare. Janë këta protagonistët e mëdhenj që luajnë politika të rëndësishme. Kur zbresim poshtë, sa është bashkëpunimi mes politikës shqiptare brenda llojit në Lugin? Për nivel lokal normal që ka ndasi, ka kërkesa, bëheni ju bashkë për çështje pak më të çështjet e ndjeshme? bajraktarizmit normal që ekzistojnë, jo vetëm tek shqiptarët, po gjithkund në Ballkan, por kur është një pyetje për vendime të rëndësishme të aspektit kombëtar dhe ruajtjes apo promovimit të vlerave kombëtare ose ruajtjen ose për të paraqitur shkelje sistematike që po na bëhen nga Serbia në procese shumë të rëndësishme, gjithmonë kemi qenë bashkë, pavarësisht dallimeve lokale. Qysh nga referendumi i vitit 92, atëherë kur mbi 90% e popullatës shqiptare është deklaruar për bashkangjitje me Kosovën, pastaj janë mbledhur kuvendet e këshilltarëve shqiptar të 3 komuna, Preshevo, Enoc dhe Medvegjë, dhe janë sjellur deklarata shumë të fuqishme, janë sjellur këto vendime, domethënë edhe këto marrëveshje që kanë ardhur rezultat i bashkëpunimit të përgjithshëm, domethënë të subjekteve politike të unifikuara. Dhe është rezultat që edhe këto në instancat më të larta që kanë filluar tani edhe në Amerikë të ndërkombëtarizohen dhe kanë marrë për masa më të mëdha që kanë filluar rezultatet konkrete, është vazhdimësia asaj e punës së palodhshme të përfaqësuesve politik të luginës së Preshevës.
Ky lloj bashkëpunimi brenda llojit, ky lloj bashkëpunimi brenda llojit jashtë kufive, sa të rëndësishme janë për të ngritur çështjen e luginës në instanca ndërkombëtare, sepse lobimi juaj kohët e fundit ka qenë shumë i fuqishëm deri në Kongresin Amerikan, pikërisht për këto të drejta që duket se janë të shkelura në mënyrë flagrante dhe të vazhdueshme në Preshevë. Deri ku jemi me këtë sensibilizim? Me sensibilizimin nuk është e lehtë për të deportuar, sidomos më vështirë kemi pas të deportojmë në Evropë se sa në Amerikë. Fatmirësisht, lobi shqiptar amerikan, sidomos në krye me Joe dhe Shirley Diogartin, kanë lënë një imazh, kanë një autoritet, kanë lënë përshtypje shumë mira tek amerikanët, por në tërësi shqiptarët në Amerikë janë më të integruar dhe e kemi pas më të lehtë të deportojmë. Më lehtë e kemi pas të deportojmë në Senat, në Kongres, në State Departament, se sa të deportojmë në Evropë. Nuk po them që shqiptarët në Evropë nuk kanë lënë përshtypje të mira, se fatmirësisht kanë arritur gjenerata të reja dhe janë të integruara në shoqëri, por Evropa, për arsye gjeostrategjike, ka lidhatuar shumë Serbinë dhe po lidhaton ende. Është edhe në kontekst historik, jo? Në kontekst historik dhe për këtë gjithmonë ka ndodhur kjo gjë. Më vështirë kemi pas lobimin në Evropë. Ne, sa i përket kësaj anës për të argumentuar, për të faktuar, nuk e kemi pas vështirë se të gjitha kanë qenë në favor tonë, ne me dokumente kemi shku. Dhe tani ato dokumente të cilat i kemi dorëzuar në Senat apo Kongres, Parlament, Bundestag apo në Këshillin e Evropës, e kemi një iniciativë që të gjitha ato tema, secili prej përfaqësuesve që kemi shku me punime. Ato punime tonat me fakte, me argumente, e kemi një iniciativë që duhet edhe t'i botojmë, që ajo edhe të institucionalizohet. Nuk ka qenë problemi për t'i argumentuar, sepse fakte kanë qenë në favor tonin për arsye se shkelja është bërë shumë e madhe, diskriminimi, do me thonë me shifra, me dëshmi. Njëjtë po të vinë ambasadorët në luginë të Preshevës, po dhe në komunë, unë se cilit prej tyre i jap dokumentet të gjitha atyre që i flas me fakte, me argumente, të shtypur në letër ose dhe ja përcjell edhe me email, sepse ashtu është gjendja. Sa e vështirë është t'i bindësh ndërkombëtarët në kushte dhe rrethana kur edhe pala tjetër ka propagandën e vet. Kam përshtypjen që sidomos mbas viteve 90, shqiptarët në këtë zonë, pra në pjesën e ish Jugosllavisë, e kanë pas shumë të vështirë ta faktojnë vështirësinë në të cilat ata kalojnë, sepse pala tjetër ka pas një propagandë goxha të fortë tek ndërkombëtarët që shiko, ne u asigurojmë 1, 2, 3, 4, këta janë thjesht ca plan prishës që ne prishin Terezin her pas here. Do të thënë sa e vështirë është që ndërkombëtarëve t'i bindësh njerëz që t'i kthejnë syt, t'i kthejnë projektor dhe të shohin realitetin përtej asaj propagandës së madhe shtetërore që mund të bëhet. Po mu ndodh që takimi është i planifikuar me ambasador ose përfaqësues ndërkombëtar të jetë 1 orë dhe nuk i lën ndoshta 2 orë më zgjat takimi. Deri të arrit ta bindi se kështu është gjendja. Dhe duhet t'i argumentojmë normal me fakte, me dëshmi, me dokumente. Në krahasim me periudhët e mëparshme, ndoshta më herët nuk i kanë shtypur se nuk i kanë pas shifrat e sakta, po tani që i kemi shifrat, faktet flasin vetë dhe të mos i argumentojnë, të mos i japim, atëherë ajo është dobësia jona. Dhe ne nuk po ndalim, ne po përpiqemi t'ja argumentojmë. Keni filluar t'i bindni që të kthehen ta analizojnë situatën tuaj? Ka pas raste të tilla kur ambasador kanë thënë mjaft ka probleme Vučići, mos i shkakton edhe ju telashe tepër, por ne s'jemi ndalur. Kemi vazhduar prap me këmbgulje ta paraqesim realitetin, ta paraqesim ato dëshmi, ato fakte. Edhe vizita fundit të komisionerit të lartë për pakica Kristof Kamp ka qenë dhe vlerësoj zakonisht shumë, se pas viteve, që nga vitet e 90 nuk ka pas një vizitë të tillë, domethënë është vizita e parë pas viteve 90, por insistimi jon është jashtëzakonisht shumë i madh. Ne nuk jemi duke bërë të krenohemi me ato, dhe nuk po ankohemi, nuk po kalojmë në defetizëm, nuk po viktimizojmë, realisht ne po tregojmë gjendjen reale, faktike me të cilën po përballemi dhe ofrojmë zgjidhje në momente që ja
që i argumentojmë, ne ofrojmë edhe zgjidhje, s'po dojmë të ankohemi. Në rregull, s'po dojmë të kalojmë në defetizëm ose i thojmë ambasadorëve, mos e merrni këtë, s'po viktimizohemi, por ne po ofrojmë edhe këtë zgjidhje. I ofrojmë zgjidhjet, hapi parë, hapi dytë, hapi tre. Cilat janë 3 zgjidhjet më emergjente që ju i ofroni dhe që janë më emergjente për tu realizuar? E para, ftesa që Beogradi zyrtar të zhbllokoj dialogun me përfaqësuesit e zgjedhur legjitim të luginës së Preshevës dhe fillimi i implementimit të atyre marrëveshjeve. Nëse jo e marrëveshjes Konçulit, jo e bashkëndimit 2009 të trupit koordinues, po të paktën pikat se kemi edhe në 2020 një plan aksional për fillimin e implementimit të planit 7 pikësh, të filloj që nga plani aksional. Do të thënë nuk është filluar as aty dhe nuk ka Beogradi vullnet, nuk ka gatishmëri që të vijë të ulet në tryezë në tavolinë me përfaqësuesit e zgjedhur legjitim të shqiptarëve të luginës së Preshevës, të dialogojë dhe të jetë i gatshëm që të fillojë implementimin e atyre marrëveshjeve. Jemi në Maqedoninë e Veriut, kemi mbritur edhe në fund të kësaj interviste. Më jepni një mesazh, një kërkesë apo më artikuloni ju si të doni, adresuar politikës shqiptare në Maqedoninë e Veriut se çfarë duhet dhe mund të bëjnë më shumë për shqiptarët e Preshevës. Ky shekull është shekulli shqiptarëve. Pozita shqiptarëve fatmirësisht në Shqipëri ose në arenën ndërkombëtare është fatmirësisht shumë e mirë, shumë e volitshme. Pam edhe takimin që pat edhe kryeministri Kurti në Davos, takime të shumta, po edhe takimi presidentes me Vjosa Osmani me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe shqiptarët në Maqedoninë e Veriut janë shtet ndërtues, shtet formues, është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme edhe për shqiptarët e luginës së Preshevës që sa më mirë, sa më të suksesshëm dhe sa më të fuqishëm të jenë dhe me ndikim shqiptarët në udhëheqje në Maqedoninë e Veriut edhe pozita e shqiptarëve jo vetëm luginë të Preshevës, po edhe kudo që janë është më e volitshme. Kur kemi një Shqipëri të fuqishme me ndikim në Ballkan, një Kosovë që prej një shtet ndërtimi po kalon në shtet forcim në ruajtje të integritetit, të sovranitetit të saj, dhe një Kosovë duke u zhvilluar ekonomikisht, do të thonë ka kaluar në atë fazën prej ndërtimit po tash në shtet forcim, edhe shqiptarët e Maqedonisë Veriut të jenë me ndikim në pozitat e tyre, normal që edhe pozita shqiptarëve, jo vetëm në luginë të Preshevës, po kudo që janë do të jetë më e volitshme. Unë ju falenderoj shumë që ishit sonte në Agora. Ju falenderoj për gjithçka që ndatë me ne dhe duke ju pasur ju përballë dhe duke e dëgjuar historinë tuaj, nuk më vjen ta citoj në ligjërat të drejtë, por ta perifrazoj Thatcher kur thot nëse doni që një punë të bëhet, jepjani një gruaje. Unë të falenderoj zakonisht shumë. U kënaqa, është vërtet një emocion, jo vetëm që pranova me kënaqësi, por edhe u kënaqa në pyetjet, në bisedën me ju, dhe është e vërtet që po të thuash të bësh një punë, gratë janë ambicioze, tash mos të veprojmë të kalojmë në këtë çështjen e feminizmit, por kanë treguar me kohë dhe historikisht që gratë janë të suksesshme dhe të përgjegjshme. Kur jemi të përgjegjshme ndaj familjes, shoqërisë, jemi edhe ndaj punës. Prapë jemi ke Thatcher e cila thot kur një grua di të menaxhoj familjen e ka të lehtë menaxhoj shtetin. Shtetin e sidomos në komb. Të japim kontributin ton për kombin shqiptar. Kudo që jemi, qoftë ata në diasporë, siç e tha shqiptarët e Amerikës, japin jashtëzakonisht kontribut shumë të madh për kombin shqiptar, po edhe shqiptarët e tanë, qoftë të Maqedonisë Veriut ose të Kosovës dhe të Preshevës që gjenden një numër i konsiderueshëm në Evropë, por obligim i joni kombëtar dhe moral është që të japim kontributin më të madh, më të çmueshëm, të shenjtë për kombin ton shqiptar. Në të gjitha fazat e historisë kombion ka treguar që mund t'i japi shoqërisë gratë të mençura. Faleminderit shumë. Faleminderit, nësi është e imja.
Faleminderit që na ndoqët në këtë agora, ne ritakohemi sërish të shtunën e ardhshme në orën 20. Natën e mirë.